Për qenë ditore që të hani mëngjes ata që s'kanë as në familje janë tek këtu. Besoj se është një gjë që është e bëshme dhe e zgjidhshme që të krijojnë këto kushte që gjatë ditës të ketë një aktivitet social, që të blidhen njëri tjetrin, të keni mundësi të socializoni dhe pastaj secili është në shtëpinë e vet, sepse komforti i shtëpisë është shumë deri atje sa mund të jetë e mundshme, sepse vjen një moment mbasi që nuk është e mundshme që në atë moment janë shtëpitë të moshuarve. Për këtë tani po rishikojmë pak të tërë Shqipërinë, sepse vërtet ka një mungesë, nuk janë mjaft, asnjëherë nuk është mjaft. Është me atë shtëpitë të moshuara. Këtu keni shumë të drejtë. Po shikojmë zona të tëra dhe për të parë një çik mundësinë e shërbime jo vetëm asaj, por edhe për shërbimin e geriatrisë, sepse siç tash munga po ta ngrem, do ta lançojmë në shtator në Tiranë, se duhet ngritur në QSUT për ta ngritur si nukleus, që pastaj të dhe zotnia ka të drejtë, për shembull, ka diabetin, ka zemrën, ka prostatën. Këtu nuk ka nevojë për nga një specialist për gjitha. Në botë ofrojnë nga shërbimi geriatrisë, që i di të gjitha me shërbimi që kujdes për moshën e tretë. Që i di të gjitha shef ilaçe, që njëri ilaç mos i bëj reaksion me tjetrin. Dhe kjo është qasja që po. Por e di si thuat ajo, Roma nuk u bë për një ditë. Prandaj asnjë gjë s'bë për një ditë, po shpresojmë mëngjesin do ta zgjidhim, check-upin po e zgjidhim, që t'i heqim atë kufirin moshor. Ka një gjë nuk jemi. Drejt me thënë nuk pasasaj me hemër, janë që ato të kërin, të ullot pritën, e po presh, nuk e duat e gjersa të vitë gjata në të. Ajo që ngrini ju, që është shumë e drejtë, unë kam diskutuar sigurisht edhe me drejtuesit e tjerë, është mënyra si komunikohet. Dhe unë kam thënë, dhe e them gjithmonë, në qoftë se nuk doni të komunikojnë me pacientët, mos shkoni bëni mjekun. Okej? Sepse gjysma e suksesit edhe për të mundur një smundje është një komunikim i qartë, i drejtë, si ndjen këshillat. Tash pikërisht për shërbimin këtu dhe për të rinë këto ta ndjekim pastaj me spitalin këtu. Faleminderit dhe më mirë kur i dëgjoj drejtë, ose s'ka pse ato të ngati këtu kur vet pacientit japin shërbimin e parë. Unë mendoj, ka mundësi për shumë nga kuadrot që janë këtu të vinë aty në lagje, të uapin mësime aty mjekëve të tjerë, se kanë nga ta nuk është pa i tyre, po kanë shumë nevojë, se për shembull nuk është problemi vajti pacienti, na e shkon e kardiologu, vajti pacienti, na shkon e... Prandaj do bëjmë geriatri. Si të punon, edhe privat, po punon atë. Në qoftë se një mjek do të ushtrojë profesionin privat, duhet ta shtojë jashtë orarit të punës, dhe ne kemi filluar kontrollet për to. Kemi filluar kontrollet, sa është orari punës, 8 me 4, a 9 me 6, çdo që tjetë ma unë bas dite, në atë orar duhet jenë në shtet. Mbas orarit punës mund të aktivizohet punë private, sepse kështu është gjithandej, por unë kam punuar vetë, mjek e 29 vjet kam punuar në shtetëror dhe kam ngritur shtetërorin dhe pastaj për një ekstra, mbas punës shtetërore, dhe unë si gjithë tjera kam vëpunë. Jam me diabet dhe me tekst. Atëre, ilaçi që merr pullën është një pullë elektronike që nuk vihet nga farmacia atje. Vjen me pullën që u kalon te Agjencia e Barnave. Mira është që këtë përvojë gjithë secili ka mundësi ta bëjë qoftë dhe në familjen e tij, duke ndihmuar konkretisht ose duke dhënë një shembull, domethënë pozitiv. Kemi ngritur linjën kombëtare të këshillimit për të moshuarit. Është një iniciativë shumë e mirë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, pasi nëpërmjet kësaj linje ofrohet këshillim se si mund të aksesohen shërbime të ndryshme shëndetësore apo dhe sociale. Në të njëjtën kohë ofrohet ndihmë në qoftë se është nevojshme sigurisht për të aksesuar edhe shërbime të tjera elektronike si në e-Albania, sepse ndonjëherë të gjithë kemi nevojë që kemi nevojë e ndjejmë to me prindrit tanë, me gjyshet, prandaj është më se normale, prandaj dhe duam të ofrojmë këtë ndihmë për të gjithë të moshuarit në vendin tonë. Por në të njëjtën kohë shërben edhe si një linjë mbështetje psikologjike dhe kjo është e rëndësishme për ta theksuar. Është një numër telefoni pa pagesë ku gjithë të moshuarit mund t'i bien këtij numri, konkretisht 0800 40 42, ku të moshuarit mund të telefonojnë dhe nga ana tjetër e telefonit janë operatorë të trajnuar për të dhënë përgjigje për gjitha ndihmat ose nevojat që mund të kenë të moshuarit.